Nuk ja keni iden se sa shpejt po kalon ky Ramazan edhe ky agjërim, nuk po ndjehet fare, mashallah, domethënë. Unë ndërkohë që kam qenë një nga ato personat që kam mbijetuar Ramazanet në verë. Unë kam qenë nga klasa 6, nga klasa 7, edhe atëherë u kam pas qel nga ora 8 e darkës, imagjinoje ti tani. Atëherë ka qenë e frikshme, ndërsa tash mashallah, domethënë, agjërojmë dhe s'ndjehet fare. Kjo kapelja është më vogël se kapelet e tjera që kam unë të koleksioni, edhe me thënë drejtën, sa herë vektëm më dhem koka se ma shtrëngon. Unë nuk është se kam kokë të madhe, mua biles gjithë më thonë uasa imët qeke, po ndoshta nga shamia, edhe kjo më vret shumë, po e vendos gjasme mos me mjoft njerëzit. Kotën. Mos ma vini re që po ju bëj story me zë, por jam ndjerë në faj sepse kam filluar një ditë postoj story, një ditë postoj fare, një ditë postoj vetëm një 2, edhe mendoj sikur ju mërzitini me mua, edhe pse unë tani do marr nga ato komentet, ti shqyr mi gotë se ta lej një ditë e rahat, mos e vrit me një fare, mos posto kur, atëherë çka keni që më ndiqni? A mund ta di ju lutem? Njerëz ju prezantoj me smokin, maçokun më të ri për nalën më në fund. Smoki që nga shumë i dashur, do të rri vetëm aty. Ku shkon o birë? Ku shkon? Smoki pas ka ca sy blu, super të bukur. Tu kemi nalën edhe do i takojmë 2 matët bashk. Po mirë. Këta ndezim dritën. Ndërkohë Nala është këtu dhe Smoki këtu. Njerëz ju prezantoj. Nuk e di pse, po sot më ngja vetja sikur kam pini gjo. Janë bodhe këto sytë shumë zi nga make-up i djeshëm. Edhe më karoni qik tu, unë e kam pastru sa kam mund, me që do dhe gjëjt mundshme, po prap ka ngeli qik. Edhe nuk e di janë gjaj kështu si droga qike. Edhe kjo kapelja që mbosin i bad boy. Por nuk isha nerva sot me thënë drejtën. Kur një ditë bën shumë make-up, ditën tjetër unë e kam si rregull që s'duhet vendosësh as si pik make-upi. Biles edhe krem dielli s'kam vënë, edhe pse tash për son. Po di unë thonë që krem dielli ta përdorësh në çdo moment të ditës. Duket sikur është marketing, por hajt. Nuk e kam atë bagazhin e duhur për t'ju thënë, nëse vërtet mos është. Okej njerëz, më lërni pak të bëj një outfit check. Jemi veshur kështu, do haj një iftarimi i parë për këtë vit. Kam edhe ca punë, kjo gjë që lëshoj qim edhe unë ndërkohë që sa u pastrova se jam e të zeza poshtë. Por anyway, ikim, nuk e di sa kisha pa e vesh këtë çantën, por hajt. Ikim.